Në qendrën administrative të qeverisë e Republikës Serbe në Sarajevën Lindore, ku mbrëm qëndroi presidenti Milorad Dodik, janë shfaqur pjesëtarët e Agjencisë Shtetërore për Hetim dhe Mbrojtje, të njohur si SIPA. Ata tentuan të arrestojnë Dodikun, por këtij veprimi i janë kundërvënë pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Serbe. Gjatë përpjekjes për arrestim nuk është përdorur forcë. Javë më parë, gjykata e Bosnjë dhe Hercegovinës kishte lëshuar urdhër arrest për Dodikun, si dhe për kryeministrin Radovan Višković dhe kryetarin e Kuvendit Kombëtar Nenad Stevandić, pas një vendimi për dënim me burg për mosrespektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë. Në muajin shkurt, gjykata e Bosnjë dhe Hercegovinës dha një vendim në shkallën e parë, me të cilin presidenti i Republikës Serbe u dënua me një vit burg për mosbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë. Përveç dënimit me burg, atij u shqiptua dhe masa e sigurisë që i ndalon ushtrimin e detyrës së presidentit të Republikës për një periudhë prej 6 vitesh, duke filluar nga dita e hyrjes në fuqi të vendimit.